Përshëndetje miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Për të sjellë video sa më të bukura, mund të më klikoni poshtë video me një thank you me një zemër të vogël. Dhe tani do të marrim disa mesazhe të sibileve. Letrave tarot të dashurisë, që quhen sibile. Një person vjen drejt jush. Ky është një person i kalor si vi, një person shumë i dashuruar me ju, që vjen i komplikalit dhe vjen drejt jush. Është pak i menduar për t'ju shprehur atë që ai ka brenda vetes tia. Por shumë shpejt ju do t'ju sjell kjo ardhje këtij kalorësi do t'ju sjell një ndryshim në jetën tuaj. Do të vi një bollok shpirtëror, një bollok financiar. Ju jeni shumë kurioze dhe shumë apasionante për këtë histori të bukur dashurie që vjen drejt jush. Veçse jeni pak e trishtuar dhe nuk keni shumë besim tek ky princ që ju vjen, merrni gjërat pak më lehtë, mos i merrni shumë të komplikuara gjërat, mos i komplikoni me mendime që ju vijnë në mendjen tuaj. Një person shumë me poten vjen dhe ju ndihmon në këta probleme që keni te drejtësia. Pra ky është një person që ju ndihmon jashtëmate te pjesa e drejtësisë, te pjesa e problemeve ligjore. Jeni larg dhe prisni lajme të mira tek pjesa e financave e bollokut. Shumë shpejt në jetën tuaj, në familjen tuaj, vjen një lajm i mirë në pjesën e financave. Dhe fëmia tregon që do të keni një ndryshim të madh në jetën tuaj për sa i përket gjendjes financiare dhe gjendjes tuaj në martesë, në një fëmijë, në një lidhje të një fëmie. Pra do të bëhen ndryshime të mëdha dhe në financa dhe në pjesën shpirtërore. Pra me lidhjen e një fëmie, me një martesë, me një fëmijë, me një ndryshim pra tek statusi. Këto ishin disa mesazhe të sibileve për ditën e sotme. Faleminderit shumë miqtemi.